Do të lexojmë nga Dhjata e Vjetër tek libri I parë I mbretërve, kapitulli I 18 nga paragrafi I 20. Elia dhe profetët e Balit në malin Karmel. Kapitulli 18 tek mbretërit 1. Mbretërit 1, kapitulli 18, paragrafi ikus 20, më falni. Paragrafi 20. Kështu Ashabi dërgoi e thirrri tërë bijtë e Izraelit dhe mblodhi profetët në malin Karmel. Atëherë Elia ju afrua tërë popullit dhe tha: "Deri kur do të lëkundeni midis dy mendimeve? Nëse Zoti është Perëndia, shkoni pas tij. Por nëse përkundrazi është Bali, atëherë ndiqni atë." Populli nuk tha asnjë fjalë. Atëherë Elia I tha popullit: "Kam mbetur vetëm unë nga profetët e Zotit, ndërsa profetët e Balit janë 450. Let na jepen 2 dema të rinj, ata që zgjedhin një dem për veten e tyre, le ta coptojnë dhe ta vënë mbi drut, pa I ndezur ato. Unë do të përgatis demin tjetër dhe do të vendos mbi drut pa I ndezur ato. Ju do t'i bëni thirrje Perëndisë suaj dhe unë do të therres Zotin. Perëndia që do të përgjigjet me anë të zjarrit është Perëndia." Atëherë populli u përgjigj dhe tha: "E the bukur." Atëherë Elia u tha profetëve të Balit: "Zgjidhni një dem të ri dhe përgatiteni të paret, sepse jeni më shumë. Pastaj kërkoni ndihmën e Perëndisë suaj pa e ndezur zjarrin." Kështu ata morën demin që u dhan dhe e përgatitën. Pastaj përmendën emrin e Balit nga mëngjesi deri në drek, duke thënë: "O Bal, na u përgjigj." Por nuk u dëgjua asgjë dhe asnjë nuk u përgjigj. Ndërkaq ata kërcenin rreth altarit që kishin ndërtuar. Në mesditë Elia filloi të tallet me ta dhe tha: "U lërini më fort, sepse ai është Zoti, ndërsa është duke menduar thellë, ose është I zënë me punë, ose udhëton, ose ka rënë në gjumë e duhet zgjuar." Dhe kështu ata filluan të ulërin më fort dhe të priten me shpata dhe thika, sipas zakoneve që kishin, derisa kullonin gjak. Me të kaluar mesdita, ata bën profeci deri në kohën që ofrohej blatimi, por nuk u dëgjua asnjë zë. Atëherë nuk u përgjigj dhe askush nuk u avuri veshin. Atëherë Elia I tha tërë popullit: "Afrohuni pranë meje." Kështu tërë populli ju afrua dhe ai ndreqi altarin e Zotit që e kishin prishur. Elia mori 12 gur, sipas numrit të fisëve të bijve të Jakobit, të cilët Zoti I kishte thënë: "Emri yt do të jetë Izrael." Me gurët ndërtoi një altar në emër të Zotit dhe hapi një grop rreth tij me një kapacitet prej 2 masash gruri. Rregulloi drut, coptoi demin dhe e vuri mbi drut. Dhe tha: "Mbushni 4 enë me ujë dhe I derni mbi holokaustin dhe mbi drut." Përsëri tha: "Bëjeni një herë të dytë." Dhe ata e bën një herë të dytë. Ai tha: "Akoma bëjeni për të tretën herë." Dhe ata e bën për të tretën herë. Uji rridhte rreth altarit dhe ai mbushi me ujë edhe gropën. Në orën që ofrohej blatimi, profeti Elia u afrua dhe tha: "O Zot, Perëndi I Abrahamit, I Isakut dhe Izraelit, vepro në mënyrë të tillë që të dihet që ti je Perëndi në Izrael, që unë jam shërbëtori yt që I bëra këto gjëra me urdhrin tënd. Përgjigj mu o Zot, përgjigj mu që ky popull të pranoj që ti o Zot je Perëndia dhe ke bërë të kthehen te ti zemrat e tyre." Atëherë ra zjarri I Zotit dhe konsumoi holokaustin, drut, gurët dhe pluhurin, si dhe thau ujin që ishte në grop. Para kësaj pamjeje tërë populli ushtri me fytyrë për tokë dhe tha: "Zoti është Perëndia." Pastaj Elia u tha atyre: "Zini profetët e Balit, mos lini t'ju ik as edhe një." Kështu ata I kapën dhe Elia I zbriti në porruan Kishon, ku I theri. Pastaj Elia I tha Ashabit: "Ngjitu
ha dhe pi, sepse dëgjohet që tani zhurma një shiu të madh. Atëra Shabi u ngjit për të ngrënë dhe për të pirë, por Elia u ngjit në majë të Karmelit. U përkul deri në tokë dhe vuri fytyrin midis gjunjëve. Dhe i tha shërptorit të tij, tani ngjitu dhe shikoj nga ana e detit. Ai u ngjit, shikoi dhe tha, nuk ka asgjë. Elia i tha, kthehu të shikosh 7 herë. Herën e 7 shërptori tha, është një re e vogël, e madhe si pëllamba e një dore që ngjitet nga deti. Atëherë Elia tha, shko dhe i thuaj Ashabit, lidhi kuajt në qerre dhe zbrit para se të zërë shiu. Brenda një kohë të shkurtër qielli u errësua për shkak të rreve e të erës dhe ra një shi i madh. Kështu Ashabi hipi mbi qerre dhe shkoi në Jezreel. Dora e Zotit ishte mbi Elian që shtrëngoi ijet dhe vrapoi para Ashabit deri në hyrje të Jezreelit. Amen, fjalës të Zotit. Vëllezër dhe motra, duhet të dim se lutja ka forcë. Lutja që i drejtojmë Perëndis ka forcë. Nuk është një lutje e vogël, apo ajo që dikur mësonim në shkollë, kur ishim të vegjël si fëmijë, por është një thirrje, një lutje, një këllëthitje, një fjalë që del nga thellësitë e zemrës tonë dhe arrin deri në front të Perëndis. Kjo lutje është që ka forcë. E them përsëri, lutja jote ka forcë. Nuk ka lutje të cilën Zoti nuk e dëgjon. Dhe kur ka distancë mes nesh dhe Perëndis, pra ndarje, dhe ky është mëkati, kur të pendohemi dhe të kthehemi dhe të themi Zot, më fal, bëra gabim. Zoti e heq distancën mes njëri tjetrit dhe vjen dhe na afrohet. Kështu lutja ka forcë. Në fjalën e Zotit shohim njerëz shumë të cilët nëpërmjet lutjes të tyre Perëndia bëri gjëra të mëdha dhe mrekulli. Kishte njerëz të forcë, ishin profet të Perëndis në dhjetën e vjetër, por në dhjetën e re do të shohim njerëz të cilët qoftë kishin dhuntit frymërore, shërbesat, ishin njerëz të thjesht, të cilët të vetmën që bën ishte që të luteshin. Nëse ju kujtohet Ana e Elkanas, Ana profetesha, kur lindi Krishti, nuk mungonte nga tempulli, natë e ditë dhe lutej. Adhuronte Perëndin me agjerime, me lutje. Adhuronte Perëndin me lutje dhe agjerime. Lutja e saj kishte forcë. Simeoni, edhe ai, njeri i Perëndis, ju zbulua nëpërmjet frymës të shenjtë se s'do të vdes përpara se të shifte Krishtin. Dhe ne duam që bashkëdhetaret tonë, bashkëpunëtorët tonë, farefisnia jonë, të afërmit tonë të mos shohin vdekjen pa e parë Krishtin. Lutja e tyre kishte forcë, sepse ishte ai i fortë, ishte i denjtë, apo ishte ai i mirë? Jo, sepse Perëndia është i mirë. Pra mos të mpakemi. Për këtë arsye, nëse shef gjërat që vështirësohen në jetën tënde dhe shef Perëndin të mos ketë vepruar akoma nëpërmjet lutjeve të tua, mos u mpak, por prit se lutja jote ka forcë. Aleluja. Një njeri i tillë ishte edhe Elia. Elia ishte njeri i malevet. Do të thonim sot, vëllezër dhe motra, njeri i lutjes. Njeri që ngjitej lart në malin e Zotit, vetëm i vetmuar për të bërë çfarë? Për të lutur. Dhe nuk është e lehtë që ta heq veten time, ta vënë që të lutet, ta mposhti mishin tim që të lutet, nuk është gjë e kollajt. Dhe kjo është betejë jonë, vëllezër dhe motra. Por kur të gjunjëzohesh, ta dish se lutja jote ka forcë. Sa herë që të lutesh? Ma deri kur, o Zot, të lutem? Deri sa të veproj Zoti. Aleluja. Elia ishte një njeri i cili lutej
ngjitin në mal, e shohim këtu në librin e parë të mbretërve, këtu ku duket jeta e tij, me udhëzim të frymës të shenjtë, Perëndia i kishte thënë se s'do të vijë shi mbi Izraelin veçse kur të flas goja jote. Profeci e madhe kjo. Fjalë e fuqishme e Perëndis. Por edhe veprimi i Perëndis, ashtu sikurse nuk kishte shi për 3 vjet e gjys të plota. Përse nuk kishte shi dhe kishte thatësirë, sepse duhej që populli të kthehej zemra e popullit tek Perëndia. Ishte larguar populli nga Perëndia, adhuronin perëndi të tjera, idhuj, balin, adhuronte botën, siç të themi sot. Në zemrat e tyre kishte hyrë bota dhe adhuronin botën, ndërsa ishte popull i Perëndis, ishte larguar nga Perëndia. Dhe ashtu sikurse fryma e shenjtë e drejtonte njëherë në malin e Kerithit, aty ku Zoti e ushqente me mënyrë të mrekullueshme, më vonë urdhëroi një grua të ve që ta ushqej në shtëpinë e saj, profetin Elia shohim pra një grua e ve e dobët që të e zgjodhi Perëndia për të ushqyer shërptorin e Zotit. Pra mos ki frikë se si do të jetosh, si do të kalosh këtë jetë, se si do të bësh atë që don Perëndia. Perëndia është që ai do të ndihmojë. Lëri shqetësimet e tua në Zotin. Lëri shqetësimet e tua tek Zoti, sepse mundet Zoti nga një grua e ve të na ushqej. Mundet nga 2 bukë dhe 5 peshq të ushqej 5000 veta. Vëllezër dhe motra, mundet Zoti. Lërë pra zemrën tënde në udhëzimin e frymës të shenjtë dhe mos ki frikë. Por në atë shtëpi që shkonte, kishte një djalë ajo e ve, ku një moment pasoi diçka dhe vdiq. Djali i së ves. Dhe kjo e ve e thirri përsëri Elian të shkojë në shtëpinë e saj, shumë e mërzitur patjetër sepse atë djalë vetëm kishte. Thot, Zoti im, çfarë u bë në birin tim? Elia e dinte se çfarë duhej të bënte, sepse ishte njeri i lutjes. Dhe çfarë bëri? I thirri ose i këllthiti Zotit, i thirri Perëndis, sepse e din se lutja e tij ka forcë. Dhe këtë bëri dhe tha, Zot, të lutem, le të kthehet shpirti fëmijës në te. Dhe thot shkrimi, e dëgjoi Zoti zërin e Elias. Dëgjoi Zoti zërin e Elias. Të Elias? Elia ishte profet i madh, për këtë arsye e dëgjoi Zoti. Jo, vëllezër dhe motra. Fjala e Zotit na thot se Elia ishte një njeri i ngjashëm me ne, kështu thot tek Jakobi. Me dobësitë e tij, me frikrat e tij, ju kujtohet se si u tremb nga Jezabela. Pas kësaj çështje që lexuam, hyri frikë në zemrën e tij, sepse edhe Elia njeri është, por Perëndia nuk kërkon për super njerëz, por kërkon njerëz të porulur, njerëz të bindur në vullnetin e Perëndis dhe njerëz në lutje që luten. Populli i Perëndis, Izraeli, e ka humbur lidhjen e tij me Perëndin. Altari i Zotit është i shembur. Nuk ekziston altari. Shejtënorja e Perëndis nuk ka me të ofrojnë flijime tek Perëndia. Do të thoshim sikur të thonim sot, s'ka më lutje, nuk lutemi me. Kur s'kam gjunjë, kur s'kam lutje, atëherë lidhja ime me Perëndin nuk është ajo që don Perëndia. Largohem nga Perëndia dhe të hyjnë të tjera gjëra në zemrën time. Të tjera gjëra hyjnë në zemrën e popullit. Por është ora e Perëndis, është ora e Zotit. Thot Ashabi. I drejtohet popullit dhe i thot, thirrni të gjithë profetët e Balit. Dhe përpara gjithë popullit i thot Elia, sepse është ora e Zotit këtu. Deri kur jeni me disë 2 mendimeve? Deri kur do të lëkundeni? Nëse Zoti është Perëndia, shkoni pas tij, por nëse përkundrazi është Bali, ndiqni atë. Mos të jeni edhe me Perëndin, edhe me Balin.
Nuk mund t'ju shërbejmë dy zotër vetë. Nuk mund t'i shërbej mëkatit dhe t'i shërbej edhe Perëndis dhe të them se jam biri i Perëndis dhe të qetësohem me këtë. Kështu nuk është vëllezër dhe motra. Duhet që ta mohoj mëkatin. Duhet të them kjo nuk i pëlqen Zotit. Ndihmom o Zot të vi pranë teje. Ndihmom dhe më çliro o Zot nga mëkati, nga lidhjet e mia. Dhe Zoti mund të prish çdo prang dhe çdo lidhje me lutjen tënde. Po të mos kem lutje, po të mos kem gjunjë, si do të veproj Zoti? Vëllezër dhe motra, Perëndia don të na tregoj udhën e bekimit, që është lutja, janë gjunjët, është kërkimi. Dhe don të na thotë se lutja jon ka forcë. Dhe jo një herë apo dy, por vazhdimisht. Mos ndalo së luturi, mos pak së luturi. Derisa të veproj Zoti, është ora e Perëndis këtu. Dhe ajo që ka nevoj populli përpara se të veproj Perëndia është që të ndërtohet altari. Kjo që tek paragrafi 30 thot altari ishte i prishur dhe duhej të ndreqej së pari ky altar dhe pastaj të ndërtohet. Pra e para është ndreqja, vjen pra ndreqja është pendesa, kthimi, pastrimi me gjakun e Krishtit. Dhe pastaj bëhet ndërtimi. Aleluja. Kështu vepron Zoti. Dhe kjo duhet të bëhet. Dhe këtë kishte thënë Zoti Elias të bëj. Ashtu sikurse thret profetët e Balit dhe ju thot: do të therim nga një viç, nuk do ta coptojmë, nuk do të ndezim zjarrin, ju do t'i luteni Perëndis tuaj Balit, unë do t'i lutem Perëndis tim, dhe kush të veproj, ai është Zoti. Dhe gjithë populli nga poshtë shifte, dëgjonte dhe u pëlqeu kjo fjalë. Dhe nga që jeni ju më shumë, vazhdoni ju të paret, i thot Elia. Kështu e theren kafshën, e coptuan e vun mbi drut dhe than: Bal, ku je? Eja hidh zjarr. Dhe pritën të veproj Perëndia i tyre i rrem. Por ai nuk mund të vepronte, sepse ishte i rrem. Dhe kalonte ora, kalonte dita dhe asgjë nuk bëhej. Mundësisht gjithë profetët vazhduan të priten me thika, me shpata trupin e tyre, mishin e tyre, sa që rridhnin gjak, sipas zakonit dhe traditës së tyre. E tmerrshme vëllezër dhe motra se çfarë bën djalli tek njerëzit, si i bind në gënjeshtër, që të shpresojnë tek një Perëndi i rrem, në një diçka që është e huaj jashtë Perëndis dhe ku pas pak do të humbas, sepse toka dhe gjitha veprat dhe elementet e saj do të digjen dhe do të shkrihen. Dhe ne tokë të re dhe qiell të ri presim. Të gjitha këto vëllezër dhe motra do të digjen, do të shkrihen. Në çfarë do Perëndije që të shohim rreth e qark, apo që ta adhurojnë njerëzit, të gjitha do të humbin, do të humbasin. Janë krijesa toksore. Ne të kemi kujdes. Unë dhe ti të mos i adhurojmë ato Perëndi të rreme. Dhe këtu është ora e Zotit tani. Ora e Perëndis. Kaloi dreka, thot tek 29, dhe pasi profetizuan deri në blatim profetët e Balit, atëherë Elia i tha gjithë popullit: afrohuni pranë meje. Kështu populli ju afrua Elias dhe vazhdoi Elia, vëllezër dhe motra, të bëj vepër, të bëj punë. Çfarë bëri së pari? Ndreqi altarin e Zotit. Shikoni, u afrua ora e ofertës, ajo ora që ka përcaktuar Perëndia. Nuk bën Elia çfarë të doj, por shef çfarë i ka thënë Zoti, çfarë urdhëri i ka dhënë Perëndia. Të gjitha këto Elia nuk i mendon nga mendja e tij, por ashtu sikurse dhe vet ai i dëshmon dhe thot në lutjen e tij se ti, o Zot, sipas fjalës sate i bëre të gjitha këto. Ti më dhe këtë udhëzim, o Zot. Edhe ne kemi udhëzim, vëllezër dhe motra. Kemi udhëzimin. Ky është udhëzimi jon. Këtë udhëzim kemi, fjalën e Perëndis. Ndiqi çfarë të thot fjala e Zotit dhe ka për të drejtuar Zoti, sikur drejtoi Elian. Erdhi ora, ndreqi altarin
e Zotit që ishte i prishur, e ndreqi, vuri gurt, i ndërtoi njëri mbi tjetrin sikur duhej, mori 12 gur më falni, sipas numrit të fisëve të Izraelit, që erdhi fjala e Zotit tek Jakobi, siç shohim pra, jep rëndësi të madhe Elia në fjalën e Zotit. Dhe bëri plotësisht ashtu sikur se ja kishte thënë Zoti. Ndreqi altarin, do të thonim sot, të thonim ne se pendohet, kthehet, ndreq mangësit që ka në jetën e tij dhe thot tek 30-ta, ndërtoi tek 32-shi një altar në emër të Zotit. I vuri gur pra mbi njëri tjetrin, vëllezër dhe motra, nuk ishte diçka e lehtë, nuk ishin gur të vegjël. Dua të them se don punë, don mund. Duhet që ti nënshtrohet mishit të tij Elia. Duhet që të punoj Elia, të qëndroj besnik deri në fund. Duhet të bëjë ndreqjen, të ndërtoj altarin dhe në fund të lutet. Dhe ashtu sikur se bëri edhe një grop rreth altarit, vuri drut mbi te, coptoi viçin dhe vuri mbi drut. Lutja ka mund, vëllezër dhe motra. Ka mund dhe luft me mendimet, vinë mendimet të këqija në mendje. Tani s'të dëgjon Perëndia, e shef se nuk bëhet gjë, ndjen gjë të tani. Këto janë mendja, lufta me mendjen. Kjo është lufta më e madhe. Ku nga njëra anë zemra dhe mishi nuk don të mundohet, sepse nuk mund të qëndrojë në gjunjë, veçanërisht nëse jam i lodhur apo jam i pikolluar, i munduar, nuk don mishi. Shko të dëfresh atje, shko të dalish, të shofish atje një film në televizor, apo të dëfresh dikun jashtë, këtë don mishi. Por që ta nënshtrosh mishin, të ulesh në gjunjë, nuk është e kollajt, dhe nuk është e lehtë sepse këtë e kemi parë të gjithë në jetën tonë të përditshme. Por aty është fitoria, sepse me lutjen që do të ofrosh, Zoti do të dëgjojë dhe ka forcë lutja jote. Dhe aty, në atë luftën e mendimeve, ndërtoi drut, veri drut, që të vesh pastaj kafshën mbi ta. Vazhdo të flasësh gjuhëra, fryma e shenjtë që na dha Zoti. Frymën e shenjtë që na dhuroi Perëndia, lërë ngushëlluesin të flas dhe të përgatis flijimin. Aleluja. Dhe erdhi ora, pasi hodhen ujë, 4 enë me ujë, hidhni thot mbi holokaustin, bëni për të dytën herë, për të tretën herë, dhe u mbush gropa rreth altarit plot me ujë. Përse e bëri këtë Elia, vëllezër dhe motra? Që të shoh populli edhe ne sigurisht forcën e lutjes. Dhe e pa mundshmja, Perëndia mund ta bëjë të mundshme. Thuaj amen, o Zot. Të pa mundshmen që duket në jetën tënde, mundet Perëndia për një moment në orën e tije ta bëj të mundshme. Aleluja. Dhe nuk është ky një rast që lexojmë, e dim shumë mirë se ka shumë raste në shkrim. Dhe thot tek 36-ta, në orën që po afrohej blatimi, ora e blatimit, orën e përcaktuar, Zoti ka një orë të tij dhe ne kemi një orë të tonën. Dhe shpesh herë duam të veproj Zoti me këtë orën tonë, por Zoti ka orën e tij. Aleluja, orën e tij që do të veproj. U afrua Elia dhe pasi u afrua tha në lutjen e tij: O Zot, Perëndia Abrahamit, Isakut dhe Izraelit, vepro në mënyrë të tillë që të dihet që ti je Perëndi në Izrael. Ti je Perëndi në Izrael, ti të lavdërohesh, o Zot. Unë jam një shërptor i yt, dhe sipas fjalës sate i bëra të gjitha këto. Sikur të thotë se unë nuk bëra gjë, atë që më the ti, o Zot, atë bëra. Ky është shërptori. Ky që kur ti thot Zoti diçka shkon dhe e bën. Uroj të na bëhet të tillë Perëndia. Nuk jam ndonjë i denjt apo i fuqishëm, më the Zot bëje këtë dhe unë e bëra. Ti të lavdërohesh, ti të lartësohesh, o Zot. Dëgjom, o Zot,
dëgjom, nuk din a do të dëgjoj Zoti? Përse thot dëgjom o Zot? Dhe mundësisht 2 herë tha, dëgjom o Zot. Vëllezër dhe motra, lutja don betej, gjunjët duan luft, dhe nëse nuk na dëgjon Zoti të parën herë, dhe mendojmë se nuk na dëgjon, këmbgul, mos ndalo, dhe të dytën herë dhe të tretën herë, këmbgul, qëndro, trokit e derën e Krishtit, që të njoh populli se ti e Perëndia dhe se ti e ke kthyer zemrat e tyre tek ti. Dhe pastaj në atë moment ra zjarr nga qielli. Konsumoj holokaustin, drut, gurët, pluhurin, si dhe thau ujin që ishte në grop. Mendoni pra se çfar zjarri ishte ai. Pastaj gjithë populli u shtri me fytyrë për tokë dhe tha, Zoti është Perëndia, ai është Perëndia. Besuan kur veproi Perëndia. Ne besojmë kur nuk vepron Perëndia. Ato besuan kur veproi Perëndia. Ne dhe ti dhe unë, a besojmë kur nuk ka vepruar akoma Perëndia? Zoti të na ndihmoj, vëllezër dhe motra. Dhe thot Elia, kapni të gjithë profetët e Balit, askush të mos shpëtoj. Dhe shkoni tek përroj dhe therni të gjithë. Do të duhet pra që çdo vullnet i botës të zhduket, të vritet, të hiqet prej nesh. Gjithçka që është në zemrën e njeriut dhe që e vjen nga bota duhet të vritet, të ekzekutohet. Ma të mos e lëm një të vogël, jo, të gjitha do të ekzekutohen. Dhe ne duam që t'i ekzekutoj Zoti të gjitha sa ka zemra jon, sipas vullnetit të botës. Shpeshherë zgjohet njeriu jon i vjetër. Të lutemi o Zot, na ndihmo. Dhe merre me frymën tënde të shenjtë dhe digj gjithçka që është e jotja. Mos le asgjë që është sipas vullnetit të botës në jetën tonë, në familjet tona apo në kishën tonë. Dhe sikur se u bë kjo, Elia i thot Ashabit, ngjitu, mbreti është Ashabi. Ngjitu, i thot, ha dhe pi se po dëgjohet tani një zhurmë e madhe shiu. Si e din këtë Elia? Ja kishte thënë Perëndia dhe ja thot tani Ashabit. Tani do të vijë shiu, e din dhe beson Elia, sepse u kthy zemra e popullit tek Perëndia. Tani Perëndia nuk ka arsye të mbajë më thatësiren. U kthye populli, zemra e popullit tek Zoti. Kështu Ashabi u ngjit për të ngrënë dhe për të pirë. Do të thoja si pa mend, duke menduar, them, po të mos veproj Perëndia, po mos të vijë shiu, kjo është besimi që na mungon. Elia u ngjit në majë të Karmelit, maja kishte thënë Zoti se do ta bëj. Vazhdon dhe lutet, vëllezër dhe motra. Aleluja. Lufton në lutje. Sa kënaqet Perëndia kur të shef të luftosh në lutje. Ma nuk ja rrita Zot të rri shumë në lutje, më mori gjumi. Gëzohet Perëndia vetëm kur të shoh që mundohesh dhe përsëri të mos mpakesh. Dhe ashtu sikur se ul në tokë, vuri kryet në mes të dy gjunjëve, pra u porul plotësisht dhe i tha shërptorit të tij, ngjitu tani në majën e malit dhe shif drejt detit, mos vall, po vjen ndonjë re? Dhe shërptori i tha, nuk shoh asnjë re. Nuk pak, nuk ndaloi këtu Elia, vazhdoi të dytën herë, lutje. Ngjitu shërptor, ngjitet përsëri lart shërptori, asgjë o Zot. Asgjë nuk shoh. Të tretën herë, lutje, ma pak përpara veproi Perëndia. Ja, pak përpara veproi. Lëshoi zjarrin nga qielli. E pa flimin, e pranoi flimin tënd. Tani pse nuk i përgjigjet lutjes sate? E din Elia se lutja është një betejë që nuk duhet ndaluar, por duhet të luftoj deri në fund. Të luftojmë deri në fund, vëllezër dhe motra. Dhe të 7-ën herë u ngjit shërptori për të parë, dhe kur shef një re, sa një pëllëmb të njeriut. Kaq e vogël është ajo re, Elia, sa po pa këtë re, kuptoi se diçka të madhe do të bëj Perëndia. Aleluja. Mos e përçmo ditën e gjërave të vogla.
pret të bjerë shi nga qielli, shif shenjat e vogla që të jep Zoti. Shif ato pak që të ka dhënë Zoti dhe na tregon për të marrë jetë përsëri besimi jon, që të shtohet shpresa jon, sepse Zoti do të vijë, do të bjerë shiun e madh dhe këtë bëri. Dhe më të vërtet i thot, shkoj thuaj tani Ashabit, i thot shërptorit të vet, sepse do të bjerë shiu dhe nuk do të mund të ikë, ma nuk ka rënë shi akoma. Shko dhe thuaj se do të bjerë shiu, do të vijë shiu i madh, të mos mpakemi, të lutemi për këtë shi që do të bjerë Zoti. Dhe dora e Zotit ishte mbi Elian, i cili vrapoi përpara Ashabit dhe shkoi në Jezreel. Dhe kështu veproi dhe u lavdërua emri i Zotit. Lavdi emrit të tij.